Sot fillon aplikimi në bujqësi. Ju për çfarë aplikoni? Për bakti, për naftë. Nga cila zonë vini dhe sa krerë? Nga zonë e Sheqi i vogël. Kam 130 kokëdhan. Do aplikoj. Sa është shuma? 12.000 lekë kemi marrë për dele. Është mjaftueshëm? Është se është ato i shikon shteti qeverisë dhimbjene. Është hera e parë që aplikoni? Jo. Keni përfituar herë tjetër? Po. A vjen ndim subvencione? Vinë, deri diku vinë. Do doni më shumë? Më shumë po s'bëhet me mira pa. Kur bëhet me mira, shojnë. Lektoria është një sektor jetik që nga viti në vit ka të kurrje, ka ulje të numrit të Nuk e di për zonat e tjera, po këtu tek pellgu im nuk ka në ato të kurrje apo ashtu. Janë normal. Nuk ka. Jo. Aplikojnë, si vjetë kanë thënë se rregullat e regjistrojnë të vetë me hipotek, ajo vendi stallës. Të thënë është tani, nuk e di. Unë tani kam tapi. A urdi do dalim më përpara që ne t'i bëjmë do të përgatitim. Sot ç'o përgatitet t'i bëjmë t'i hipotekën nëse? Është edhe e parë që aplikoni? Jo, e kam herën e tretë që aplikojmë për gjë. Dhe ju keni aplikuar në bazë të dokumentacionit që është kërkuar herë të mbarshme? Me mbarshme. Kurse si vjet se ata Troskoveci na shpjegon bashkia aty, thotë që do bëhet duhet me hipotekë. Tash që unë ta hipotekojnë atë kur do të hipotekojnë? Se atë pengoj që ju të shumë bukur. Pengohemi në të po që me hipotekë. Po që s'esh me tapi unë vazhdoj punën, siç ka qenë para. Se duhet bëhet ajo. Që të shoh. Ja shikojmë si do jetë tani aty. Ndihma që ju ofrohet, a është e mjaftueshme? O, mjaftim nga keqja. Mjaftim nga keqja. Çfarë do bëjmë? Se është e duhur që duhet për neve. Ne asnjë ne punojmë kot si fermerë jemi. Ne qumshit me ndër tallën ata me 500 lekë, me 600 lekë. Ju aplikoni për bakti apo jo? Për bakti, ferm baktish. Sa krerë keni? Kam 25 krerë. Shuma që ofrohet për ndihmë, është e mjaftueshme? Nuk është e mjaftueshme. Se si dalim dot, nuk i përballojmë dot. Sa duhet të jetë? Po duhet të jetë. I Libofshës. Kam aplikuar vit për vit, kurse si vjet na kërkojnë gjëra të reja. Përderisa u ka paguar taksën e tokës, për çfarë e kërkon plan vendosjen me ti? A është taksa e prona ime që kam paguar? Nëse s'ka paguar taks, aty të marrë shteti. Jo, unë paguaj taksën, hajde bëj dhe plan vendosjen, hajde bëj dhe hartën, hajde bëj ku ke marrë pleun. Unë mbjell misër për bukë. Kam pasur 30 lopë. Edhe misrën e bukës e prodhoj me ple organik, se kam pasur lektorin, e kam bërë tokën të tillë. Ti më thua mo ku me pleun sot. Të që ne su po punoj me njerëz anormal në Shqipëri. Dhe ka unë aplikojnë për para natë, i thoshim më përpara ne, po tani nuk japi natë, japi lek. Kjo është e vërteta. Është era e parë që përfitoni? Jo, gjithmonë kam qenë në rregull në taksa, me të tëra detyrime që ka thënë shteti. Keni përfituar herë tjetër? Gjithmonë ka përfituar. Haj sa e ka të konë. Ka qenë mjaftueshëm ndihma e shtetit? Jo, asnjëherë mjaftueshëm, po ka qenë ndihmë për të ecur me paterisa, kështu ndihmë. Pra ndryshe nga herët e mëparshme i kërkojnë shtesë dokumentacioni këtë? Kërkojnë shtesë dokumentacioni. Tani, shtesën unë habitem pse e kërkon kur unë jam taksa pagues, shko verifiko. Ka paguar taksa vit për vit? Në qoftë se ka bler një vit pa paguar taksën, jetë debitor, nuk fiton. Ka paguar taksë, urdhon në shërbe. Ujë vaditje s'mbie për të vaditur. Dhe këte më thua, bjeri këtu. Aplikimi i bëhet online, është i vështirë për ju? Për moshën tonë ne gjejmë rrugë për t'i aplikuar, se kemi fëmijë, kemi njerëz që na i bëj tjerë për moshën që kemi, se unë jam 72 vjeç. Edhe ata e kam ekonomi ndihmëse, bujqësinë. Nga fshati Metaj i Libofshës. Kam aplikuar vit për vit, kurse si vjet na kërkojnë gjëra të reja. Përderisa u ka paguar taksën e tokës, për çfarë e kërkon plan vendosjen me ti? A është taksa e prona ime që kam paguar? Nëse s'ka paguar taks,
aty të madh shteti. Jo, unë paguaj taksën, hajde bëj dhe plan vendosjen, hajde bëj dhe hartën, hajde bëj ku ke marrë pleun. Unë mbjell misër për bukë. Kam pasur 30 lopë. Edhe misën e bukës e prodhoj me ple organik, se kam pasur bekterin, e kam bërë tokën të tillë. Ti më thua mo ku me pleun sot. Tashi ne su po punojmë me njerëz anormal në Shqipëri. Dhe ka unë aplikojnë për para natë, i thoshim më përpara ne, për tani nuk japi natë, japi lek. Kjo është e vërteta. Jo, gjithmonë kam qenë në rregull në taksa, me të tëra detyrimet që ka thënë shteti, gjithmonë ka përfituar. Haj sa e ka të vonë. Jo, asnjëherë me athushë, po ka qenë ndihmë për të ecur me paderisar, se kështu ndihmë. Pra ndryshe një herë të më parshme kërkoj shtesë dokumentacioni këtë. Kërkoj shtesë dokumentacioni. Tani, shtesën unë habitem pse e kërkon kur unë jam taksa pagues, shko verifiko. Ka paguar taksa vit për vit? Në qoftë se ka bler një vit pa paguar taksën, jetë debitor, nuk fiton. Ka paguar taksë, urdhon në shërbe. Uj vaditje s'mbie për të vaditur. Dhe ti më thua, bjeri këtu. Aplikimi i bërë online, është i vështirë për ju? Po, për moshën tonë ne i gjejmë rrugë për të aplikuar, se kemi fëmijë, kemi njerëz, që na i bëj tjerë për moshën që kemi, se unë jam 72 vjeç. Edhe ata kam ekonomi ndihmëse, bujqësinë. Fermer, blegtor, edhe kam marrë bëj aplikacionin e blegtorisë, bujqësisë. Është hera e parë që aplikon? Jam i regjistruar që 97 për blegtori. Kurse me tokat jemi kështu Ju të aplikoni për çfarë? për bujqësinë, për blegtorinë. A jeni vënë djeni që ka dokumenta shtesë për të plotësuar? Jo. S'keni marrë djeni? Jo. Nuk ju kanë njoftuar? Tash erdhëm, ne jemi ndjeni që kanë filluar aplikacionet tash sot, gjejmë me 30. Po futemi të shikojmë çfarë do bëjmë. Po pas kanale, hajde. Po aplikoni për të përfituar nga skemat e rimbursimit? Po, erëm tani këtu, interesu më pyetëm edhe do marrim dokumentat. Do dhe një vërtetim për plehun, për farat, do shkoj dhe atje të i ti marë, e to vi këtu prapë. Keni përfituar herë të tjera? Herë tjera po, vjetë i mora komplet. I mora. Si vjetë, inshallah i marim. I aplikojnë, si vjetë kanë dhjetë rregullat të regjistron të vetë me hipotek, ajo vendi shtallës. Në të thënë është tani, nuk e di. Unë tani e kam tapi. A urdi do dalim më përpara që ne t'i bëjmë ato të përgatitim. Sot, që përgatitit t'i bëjmë t'i bëjmë hipotekë nëse? Është hera e parë që aplikoni? Jo, e kam herën e tretë që aplikojmë për Dhe ju keni aplikuar në bazë të dokumentacionit që është kërkuar herë të mparshme. Në pashme. Kurse si vjetë, që ata Troskovecit na shpjegon bashkia, ati e thotë që do duhet me hipotekë. Tash që unë ta hipotekojnë atë kur do të hipotekojnë? Pengoj që ju të Shumë përfitoni. Për pengohemi një të bëgjë me hipotekë, po që s'esh me tapi unë vazhdoj punën, si që ka qenë para. Se duhet bëhe ato, që të shuë. Ja qikojmë si do jetë një aty. Ndihma që ju ofrohet, a është e mjaftueshme? O, njaftim nga keqja. Njaftim nga keqja. Që dhe bëjmë?
Ose kam pa fare, kam zjep. Për çfarë aplikohet? Për naftë ajo. Është hera e parë që Herë e parë. Era këtu më honi dokumenti që merren komoda dhe vjen nesër. nuk ishte informuar për këtë dokumentacion? Jo pra, nuk e dija. Edhe kështu që do ta marr tani ndërmenës. Okej. Se është mjaftueshëm kjo ndihmë shteti? Ai rruma na pengojnë. Kurdo? A është e mjaftueshme kjo ndihmë shteti? Është më mjaftueshme. Ne nuk gopemi. Edhe 1 miliard ne jemi prap. Po jabi tek shteti. Okej. Komuna Bordës. Edhe për aplikipën na, po vjetë nuk kanë qenë këto rregulla. Si vjetë janë të tjerë, thotë bëj skicën e tokës ku e ke, unë që ka tokës e ka marrë. Se do leka toka, ne vajkma, ne është atë një pension marrë. Herët e kaluara keni aplikuar? Një vit vetëm, vitin i kaloj, si vjetë jo. Ashtë dojtë të komuna, thonë, ta shkosja Për çfarë do të rrëvën. aplikoni? Për naftën. Qydo, jam zgjidh do të mati, po më merë këtu mati, po hem, zgjidh do të me këte. Sot fillon aplikimi në bujqësi. Po. Ju për çfarë aplikoni? Për bakti, për naftë. Nga cila zonë vini dhe sa krerë? Nga zone Sheqi Vogël, kam 130 kokëdhan, do aplikoj. Sa është shuma? 12.000 lekë kemi marrë për dele. Është mjaftueshëm? Është ato i shikon shteti qeveria, s'dim gjene. Është hera e parë që aplikoni? Jo, Keni përfituar herë tjetër? po. A vjen në ndihmë subvencione? Vim deri diku vin. Do donit më shumë? Më shumë po s'bëhet me mira po. Kur bëhet me mira, shojnë. Blegtoria është një sektor jetik që nga viti në vit ka të kurrje, ka ulje të A numrit nuk të e di, nuk e di për zonat e tjera, po këtu tek pellgu im nuk ka. Në ato kurrja po. Janë normal. Janë normal, nuk ka. Jo. Vektor. Edhe kam marrë për aplikacionin e vektorisë, bujqësisë. Është hera e parë që aplikon? Jam i regjistruar që 97 për vektori. Kurse me tokat jemi kështu Ju do të aplikoni për çfarë? për bujqësinë, për vektorinë. A jeni dhe në djeni që ka dokument shtetit? Fermë Baktish. Sa krerë keni? Kam 25 krera. Shuma që ofrohet për ndihmë, është e mjaftueshme? Nuk është e mjaftueshme. Se si dalim dot, nuk i përballon. Sa duhet të jetë? Po duhet jetë më lartë, edhe kjo të krerët të love. Ne patëm më mirë edhe me një qile kilen e qumqit, se sa tani më jep 100.000 lekë për krerë lopë në vit. Qa vlerë ka jo? Për neve. Mere dhe 100.000 lekë, shënë dhe ulam. Ska. Alo? Oriv, nëse jam duke bërë një lajm për këtë, se nis aplikimin e skemës kombëtare të mbujtësi. Qa do, unë do ja bëj dhe të shikoj ati orjet e ti, që unë. Do të edhe. Krerët të love. Ne patëm më mirë edhe me një qile kilen e qumqit, se sa tani më jep 100.000 lekë për krerë lopë në vit. Qa vlerë ka jo? Për neve. Mere dhe 100.000 lekë, shënë dhe ulam. Ska.
komuna Bordës. Edhe për aplikipën na, po vjetë nuk kanë qenë këto rregulla. Si vjetë janë të tjerë, thotë bëj skicën e tokës ku e ke, po unë që ka tokës e ka marrë. Se do leka toka, ne vajtë ne është atë një pension marrë. Herët e kaluara keni aplikuar? Një vit vetëm, vitin i kaloi, si vjet jo. Mashis do të komuna thonë ta shkosh se rrova. Çfarë do të aplikoni për naftën? Kyzo jam zgjidh dot më aty, po më merr këtu më aty po hem, zgjidh dot me këtë. Pra kërkojnë shtesë dokumentacioni këtë herë. Shtepën, po ku ta gjej? Hajde. E sigurt. Okej, mirë, okej. Ja për aplikuar dhe herën e parë na thanë Ore tani me rrokëm e me këta.